Tha ai, u pranun lutjet tona. Si tha u pranun lutjet tona, po ne nuk e dim, kjo është sekret. Jo, tha, kjo sekret është, po kjo ka dhe shpjegim. Tha, pse e ka që sigur që na i pranoi madhi Zot, se ka thënë në Kur'an, ud'uni astajib lakum. Tha, lutmoni, unë ju përgjigjem juve. E ka marrë premtim mbi veten Sundosi suprem që kur besimtarët e ndershëm dhe besimtarët i luten, do t'ja pranojnë në një ditë të saktuar kur doni madhi Zot. Omeri i Madh radiallahu anhu, Omeri i Madh, thoshte, shoku profetit alayhis salam, tha unë mbaj shqetësimin të lutem, përgjigja i takon madhnushmit Zot. Unë mbaj shqetësimin të lutem, përgjigjen e ka marrë përsipër i madhnushmi që do e pranoj. Do t'i përgjigjet e do t'na e çojë neva te ku duhet. Mos thuaj kur lutu se Zoti në një ditë do të përgjigjet kur e shikon ai në të arsyeshme. Kurani ka thënë fekultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Tha lutuni t'ju fali Zoti, se Zoti ka premtuar që fal. Dhe e dyta, o ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha Zoti s'do dënoj njerëzit kur ata kërkojnë falje. Ajo që është ndryshe nga ato që e kam sqaruar më përpara është që Islami nuk është shkollë 4 vjeçare të gjimnazit apo 3 që është sot. Nuk është as 9 vjeçare dhe mbas 9 vjetësh bëjmë ne diçka tjetër. Islami nuk është parti që sot jam me këtë parti dhe nesër ndryshoj, dhe nuk është futboll që sot jam me këtë ekip nesër ndryshoj. Kërkimi faljes ndaj të Madhit Zot është derisa je duke dhënë shpirt dhe do kërkosh falje derisa fjala e fundit jetë la ilaha illallah. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Ju që keni besu, friksojeni Zotin me frikë të vërtetë si takon Sundusi suprem të universit, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tha duhet me dhënë shpirtin si musliman dhe muslimane. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. E falenderojmë shumë të Madhin Zot me falenderime shumë të përzemërta, të dobishme dhe të mira. Vëllezër motra të nderuara, e falenderojmë Zotin ton dashur, se ai është krijuesi, ai na dhuroi jetën dhe deri në këto çaste që po flasim, nuk e pam asnjë të mirë vetë se ishte nga ai. Nuk e përjetuam asnjë gëzim vetë se e patëm dhuratë për madhështisë tij. E nuk e jetojmë i çast, e nuk i jetojmë këto minuta vetë se nga mëshira edhe begatia dhe bujaria madhështore e tij. Dëshmojmë në këtë xhumë që Sundusi suprem i këtij universi është një dhe një i vetëm. Muhamedi alayhis salam, pejgamber, profeti i tij. Vëllezër motra të nderuara, kush ka qenë prezent në të premten që kaloi, në xhuman që kaloi, kemi foli temë që ka nevojë për her pas here të përsëritet edhe të sqarohet, sepse ka zullumqar edhe intrigant që duan ta ngatrojnë njerëzin dhe duan t'i çojnë ato drejt luftës, urrejtjes, vrasjes, krimit, dhe më ironike se sa kjo është që duan nga jeri intrigat e tyre, ku çdo qofshi, të çdo feje, çdo ngjyre, çdo kombi. Këto intriga ti përcjellin edhe nëpërmjet fesë që gjithmonë njerëzimi ka qenë i bind. Ka qenë instaluar qartë në teorinë e saj, në praktik ka njerëz që kanë gabuar, po në teorinë e saj feja ka qenë gjithmonë diçka që rrezaton paqe dhe mirësi. Ai shumë është ngatruar çështja sa është futur urrejtja edhe nëpërmjet emrit fesë. Dhe xhuman që kaloi jo pa qëllim nga ngjarja që ndodhi në Zelandën e Re, Zoti i mëshiroft ato muslimanë që ndruan jetë, inshallah xhenetin ja ka dhuruar se në xhami kanë qenë. Por urrejtja, ngatresat dhe intrigat dërguan deri aty që të bëhet ai veprim. Dhe ne sqaruam me tekste të qarta kuranore, duke thënë la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum
Tha si u ndalon juve i madhi Zot, ti bëni mirë çdo kujt, silleni me drejtësi me çdo kënd në botë, përveç atyre që duan t'ju vrasin. Vetëm ai që vjen me të vras, kesh mirë ti bësh, po do mbrohesh. S'ka vend për mirësi aty më. Mbas asaj që ai nuk don të vras, nuk është i ndaluar askush prej muslimanëve dhe muslimanëve biles nxiten, çdo kush në botë që është në një hall që don të akzosh, që don të ndihmosh, që don t'i bësh mirësi dhe e ke obligim të sillesh me to me drejtësi. Qofshin israelit, qofshin thanë kristian, qofshin që nuk besojnë Zot fare. Dhe thamë, gjitha kjo ndërtohet me çdo kënd në sipërfaqen e tokës, me 7 miliard njerëz janë sot, një musliman i vërtet e ndërton jetën me një parim të Kur'anit famlart. Kush ishte? Me këtë e kemi mbyll xhuman që kaloi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bashkëpunoni me njerëzin. Në fillim me njëri tjetrin, po me çdo kënd në sipërfaqen e tokës mbi një parim, në mirësi dhe në begati. Në gjërat mira, në gjërat drejta, në gjëra fisnike. Nëse vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, çdo kush në botë vjen dhe thotë që se duhet ta bësh këtë të keqe se kjo na çon këtu. Jo se ma ka ndaluar libri i shenjtë. Jo se mjalti kuranor nuk ma lejon. Zoti më ka mësuar nëpërmjet librit të madh Kur'anit që bashkëpunoj me çdo kënd në botë, kushdo qoftë, në mirësi, në begati dhe në gjërat mira për njerëzin. Në gjërat këqija dhe se ka thonë wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tha mos kur të bashkëpunoni me kërkënd në mëkate, në armiqësi dhe në krime. Shive, depërtimi i mjaltit të Kur'anit famlar, i komentuar dhe i sqaruar dhe i kontekstuar qartë pa deviancë. Çdo zullumqtar që përpiqet na sqaroj apo të mundohet me fol islam tjetër dikujt pri shejtanëve i shërben. Se këto lloj ligjërimesh pastaj të kundërta me këtë që themun e çon urrejtjen maksimum dhe nesër kalon në ekstremizëm, pas nesër në terrorizëm dhe pas nesër në vrasje, siç ndodhi. Ngjarja e Zelandës së Re tregoi, thamë ne në një çast që ai ishte kristian, hasha lillah. Thamë ne që ai ishte kështu apo ashtu. Thamë ne që gjithë banorët e Zelandës së Re janë terroristë, hasha lillah. Se i musliman dhe i muslimane flet drejt. Ne tham ishte një njeri i çmendur kriminal që e bëri atë veprim dhe kaq mbaroi puna. Kjo është ndershmëri njerëzore. Kjo është flasësh drejt. Jo kur një që ka origjinë muslimane apo është musliman me emër bën një krim, fajsohen gjithë musliman. Kjo është cinike. Kjo është thjesht i zin shpirt. Dhe pse bën një gabim një musliman t'ia veshësh gjithë muslimanëve? Unë s'kam dëgju askënd për 2 miliard muslimanëve që thojnë gjithë njerëzit në Zelandë të Re janë terroristë. As nuk dëgjova dikën thotë që me që origjina ati është kristian, gjithë kristianët janë terroristë. Hasha lillah, se nëse i musliman dhe i muslimane e thotë te Zoti e dënon, se ka thënë një diçka të padrejtë. Kto i tham ne në xhuman që kaloi që kujtdo që është kristian, është izraelit, nuk beson Zot, ty të është leju dhe të shënzit t'i bësh mirë, sillesh mirë, sillesh drejt, sillesh njerëzishëm me kulturë, të bashkëpunosh në çështjet e kësaj bote, qoftë biznesit, qoftë punës, qoftë kolegu në punë, kushdo qoftë. Këto janë të përcaktuara qartë në librin e shenjtë. Ai shumë avancoi, ai shumë dolën jashtë kontekstit ato që thanë të kundërtën sa u thanë Kurani famlar. Mundeni tha me tekst të qartë të surës Maide që t'i keni për bashkëshorte vajzat izraelite apo kristiane. Si mund nga ana tjetër, qofse dikush del, kushdo qoftë në botë që thotë duhet t'i urrejmë izraelitët, t'i urrejmë kristianët, t'i urrejmë ato cilët zbesojnë Zot, t'i bëjmë dëm atyre se janë jo besimtarë. Atëherë si libri i shenjtë ty të nxjerr jashtë i kontekstit se thotë ju lejohet i merrni vajzat e tyre, ta kesh bashkëshorte në shtëpi. Si ma lidh ti më këtë apo jo duke folë në mënyrë kaotike dhe i nxitur nga dikush tjetër për këtë islam të mrekullueshëm që ne nuk tolerojmë në shpjegimin e qartë të tij. Biles avancon situata.
ti sillesh mirë, sillesh me ndershmëri, sillesh me fisnikëri, sillesh tamam, e ti ke edhe një qëllim tjetër të mirë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ka thënë Kurani sura Ali Imran. Tha jeni populli më i mirë që keni dalë në mesin e njerëzve, muslimanët. Pse? A jemi ne më të bukurit? Jo. A jemi ne më të pasurit? Jo. A jemi ne më të pushtetshmit? Jo. A jemi ne më të famshmit? Jo. Pse që kemi më të mirët? Ka një kriter aty. Urdhroni thot për të mirë. Domethënë, e parë thellë dhe kjo është Islam. Kjo është mësim hyjnor. Kjo është mësim nga i Madhi i Zot. Pra, urdhroni për mirë dhe ndaloni nga e keqja e përkthyer qartë dhe kuptueshëm për çdo njeri. Pra ju, muslimanë dhe muslimanet e ndershme të mi, thot Sunduesi i Madh i gjithësisë, doni që botën ta shikoni gjithmonë më mirë dhe nuk doni të shikoni asnjë si përfaqësi e tokës 7 miliard njerëz të jetojë keq. Kjo është kuptimi i ajetit. Urdhroni për mirë, mbasi i keni bërë mirë vetë, dhe ndaloni nga e keqja, mbasi jeni ndaluar vetë, nuk bëni keq, është themeli që na dallon neve dhe Zoti na bekon. Që do të thotë, profeti Muhammed alayhis salam u ballafaqu me një izraelit. Tani po flas për avancimin. Quhej Abdullah ibn Selam. Kështu e quajti profeti, fakt se nuk u quante kështu para, ishte dietar izraelit. Në jetën e vet, në punën e vet, njëri i respektuar, jetonte në Medinë. Profeti aty shkoi mas Mekës, shkoi në Medinë për shkak se e largun njerëzit nga Mekka. Njerëzit thot në atë ditë kur unë e njoha Muhammedin alayhis salam, morën vesh që profeti po vjen në Medinë dhe dolën burrat, gratë, fëmijët me gëzim të madh, dola tha dhe unë nga shtëpia. Ishte izraelit. Nuk ishte nga njerëzit që jetonin në Medinë, nga ato që ishin arab. Edhe thot, dola dhe unë me pa, njeri i dishëm. Dola dhe unë thot me pa. Edhe çfarë shikoj? Shikoj njeri, tha, të ndershëm. Se thash, bon si profet, po kështë di kush është. Kur e shikoj, thot, fytyrën e tij, thash, pasha Zotin, ky njeri nuk gënjen. Do thush ti pse ky tha pasha Zotin beson te Zot? Po izraelitët besojnë Zot. Izraelitët besojnë deri ke profeti Musa. Po nuk besojnë Isan apo Jezusin dhe nuk e besojnë si profet Muhammedin alayhis salam. Po ne, shikoja tani, sjarim mbas sjarimi, bukuri islame mbas bukurisë islame, po ne besojmë Muhammedin dhe themi Musa i s'ka qenë? Hasha lillah. Se drejtësia hyjnore s'ta lejon këtë, se i Zotit gjithësisë ishte dhe Muhammedi, i Zotit gjithësisë, Sunduesi suprem, ishte dhe Musa. Ne besojmë si profet Muhammedin alayhis salam, besojmë Musan i cili përmendet në Kuranin famlar 138 herë. Shive tani logjik, racionalitet, islam real, bashkim në njerëzim. Edhe i tha pasha Zoti kur e pash Muhammedin si fytyrë, thash ky njeri nuk gënjen. Njeri i zgjut i mençur, kishte eksperiencë nga jeta. Vetëm kur e pash fytyrën e tij të bukur dhe të ndershme, të sinqertë, thash ky njeri, nëse ka thonë jam profet është ky nuk gënjen. Ashtu i dha përshtypja kur e pa. Edhe e dëgjoi duke thënë. Pastaj hyrin diturinë e tij që kishte fetare, tha profeti efshus selam, tha paqen shpërndajeni në botë, wa at'imu ta'am, të varfrit ushqeni maksimalisht, tha wa sallu bil lejli wan nasu niyam, tha faluni natën kur njerëzit janë fjetur, tynin xhennetin e paqes të përjetshëm. Abdullah ibn Selami ishte izraelit sa dëgjoi këto i kishte dëgjuar prej Musas. Këto i kishte dëgjuar prej Abrahamit. Këto i kështë dëgju për Nohes, po i the mos si mas asaj që i besojnë ato. Se Nohe i thojnë, izraelitët dhe kristian, Nuhu i themi ne është po i njëjti profet. Abrahami i thojnë ato, Ibrahim është po i njëjti. I kështë dëgju këto koncepte të mëdha profetike dhe i dëgjoj po nga gjua e profetit fundit Muhammedit alayhis salam. Dhe tha, shkoj ke dietarët izraelit. Shkoj ke dietarët izraelit i tha, ky që ne po mendojmë që është profet, ishte profet. Tha, do ku e more vesh? Tha, e pash në fytyrën e tij zgënjen ai. E pash në fjalët e tij që tha, si gjithë profetët e tjerë ka fol. I thanë ato mos u nxito. Po shkoi boja 3 pyetje. Mos u nxito ka shpejt dalësh në konkluzion, ishin dietar. Edhe mendon ti bëjnë 3 pyetje në provimin e madh që bën izraelitët ndaj profetit ton për t'u bindë që është profet. Dhe shkoi Abdullah ibn Selami
Si i tha profeti e priti, ajo që duam ne sot të, nuk i tha profeti, ikse ti je izraelit, je qafir. Hasha lillah. Kjo është fe adoleshentësh pastaj. E priti profeti dhe ai shkoi, tha, jam i dietari izraelit. Tha, mirë se erdhe, urdhro. Tha, i kam 3 pyetje, me që pretendon që je profet, ne kemi diturit madhe nga Teurati dhe nga profeti Musa që na ka përcjell neve. A ka mundësi ti shtroj 3 pyetje dhe ti më qef si je profet, vetëm ti mund t'i dish se njerëzia nuk i din. Po tha, shtroj ato. Tha, pse herë lind djalë nga barku i një nëne dhe herë vajzë? I bëri pyetje specifike, esenciale të kësaj bote. E dyta i tha, nga shenjat që do të shkatërrohet kjo botë janë 10, më trego të parën prej tyre. 2. E para kishte të bote me esencialitetin e krijimit njerëzor, e dyta me esencialitetin e fillimit të shkatrimit të kësaj bote, dhe e treta i tha, nëse ke shpalos që ka xhennet, kush është ushqimi i parë që hahet në atë vend përjetshëm? Njëra pyetje më e vështirë se tjetra. Njëra pyetje më në provim se sa tjetra. E profeti Muhammed a.s. deri në këtë çast nuk i ishte shpall me detaj kjo punë. Në çast ka ardhur Xhebrail Emini dhe ja ka dhënë 3 përgjigje. S'është tema jonë me thonë çfarë përgjigjesh janë, se shkon shumë. Por njërës pas tjetrës ja zbërthen Muhamedi a.s. qartë, sakt, koncis, bukur. Sa ja tha eshhedu en la ilahe illallah wa anneke Muhammedun Rasulullah. S'kishte ma, se njerëzit e dishëm, flasin pak e kuptojnë shumë. Sot po flitet shumë, e po zihen shumë, e po kanë inat njëri tjetrin shumë, kur gjë s'kuptojnë. Ta dëshmoj që Zoti fuqiplot e kam besu është një dhe një vetëm. S'bojnë 2, ti e Muhamedi, dërgumi e ti, se vetëm profeti mund më sillte këto përgjigje kaq sakta. Edhe u bo musliman. Vazhdo jetë islame. E begatoj i madhi Zot. Pse e them këtë? Ne ballafaqohemi me të gjithë. Dëshira jonë është gjithë tjenë në fenë të madhit Zot për të mirën e atij që bëhet musliman. Sepse ne nuk mohojmë atë të tyren që është ke Musai. Ne e besojmë. Ne nuk mohojmë atë të kristianëve. Ne Isain, Jezusin e besojmë si profet madh. Edhe Musain, dhe Isain, dhe Muhamedit a.s. dhe Ibrahimin, dhe Nun janë 5 më të mëdhenj profetë që pa kjo sipërfaqe toke. Çive sa qartë, çive çfarë sqarimi hyjnor ka izraelitë që mendojnë që ne urrejmë Musain, hasha lillah. Ka kristian akoma në botë që mendojnë që ne Jezusin nuk e duam dhe e shajnë, se janë të pa informuar. Dhe Abdullah ibn Selami, subhanallah al-azim, për nga nivelet e besimit që arriti. Tregon njëri heci me besime heci, sa ishte dietar. Derisa i ditë thot dikush e pash që erdhi një person shumë i hishëm fytyrë. Edhe njerëzit e prishin me kënaqësi. Muslimant, ai u ul tha aty dhe i shpjegon të Islam nivelit lartë. Edhe pastaj u ngrit thotë dhe iku. Njerëzit unë i dëgjova duke thënë, nëse doni të shihni një njeri që e ka të sigurt që të shkojë në xhenet, ja ishte ky që bisedoi me ne. Dhe ky person u mahnita dha. Bëri përshtypje shumë dhe u ngreta dhe unë dhe i shkova mbrapa deri ke shtëpia trokita i thash, a mundet 5 minuta të të pyes për diçka? Tha, mirë se të vish. Abdullah ibn Selam, izraeliti dietar, tashmë musliman, i niveleve shumë të larta. Tha, mirë se të vish. U ulën tha, a di për çfarë ka marrë? Kur u ngretet ti, tha, mbasi bëre bisedën e bukur islame, njerëzit thanë, nëse doni me pa një banor të kësaj toke xhenetli, ja ku e keni e ka të sigurt xhenetin. Tha, njeriu modest, tha, subhanallah, i lartësuar qoftë i madh i Zot, xheneti thash në dorë të Zotit. Pa e di tha pse e thënë njerëzit të, se unë një natë, se në Kongo ishte profeti akoma gjallë, se tani kse ndrujet profeti. Tha, u shoh jondër. Tha, merri dikush edhe bashkë me atë heca. Ishin 2 rrugë, një majtas, një djathtas, dhe unë thot, dëshmora majtas. Ai më tha, jo, djathtas. E unë thot, mora djathtas. Pastaj e shoh thot një kodër, po thuj se si mal i madh. Edhe më tha, provoja, e hypën dot? Dhe unë thot, disa herë hypsha, pastaj nuk e arrija dot. Zbritja prap, hypja prap, e provova disa herë, nuk e arrita dot. Pastaj thot, ecëm në një rrugë dhe ishte një shtyllë e madhe deri në qiell. Dhe ai më tha, hyp në të. I thash që si mund të hypin të kur është deri në qiell. Dhe ai tha, më shtyri, më dha një suport. Edhe unë hypa dhe në fund fare thot ishte një unazë e madhe, në fundin e saj, në kulmin e saj, shumë e fortë, dhe unë thot u kapa aty, dhe ai e shën mbi shtyllën, dhe unë u kapa fort aty dhe qëndrova një kohë gjatë.
Kur zgjova mëngjes, thot, takova profetin alayhis salam. I tha profeti, çfarë ke? Tha, kam parë jontër, ma shpjegoj dërgumi i Zotit. Kur ja thash ta ma shpjegoj dhe më tha, Abdullah, dietar izraelit i bërë tash me muslimani i devotshëm. Tha, dëgjoj. Kur deshike majtas është rruga e zullumit. Rruga e djathtë që të ka thënë sa në ëndër është rruga e pastër Islam. Kodra dha dhe mali që ke dash thypësh është kodra dhe mali i dëshmorëve. Ti tha nuk do vdesësh dëshmor, se ke dot. Tha jo, shtylla e madhe, po themi, ndërtesa e madhe është Islami. Ajo kulmi unaza e vorë që ke qëndru, tha, është devotshmëria në Islam dhe mbyllja jetës si musliman. Kur je kap fort, tha, ke ajo, a Islam do të vazhdosh deri në fund, e në xhennet do të shkosh. Tha, prandaj flasin njerëzit që nga kjo ëndër që ma ka thonë profeti alayhis salam shpjegimin, njerëzve tha i shpërhap kjo ëndër dhe mendoj që unë jam nga banorët e xhennetit. Kështu që gjithë kjo e shtjellova dhe si bukuria e historisë, po ka një esencialitet, raporti i muslimanit me një izraelit. Edhe Selman el Farisi ishte zjarrputist. E di vëlla dhe motër që është zjarrputist, adhurojnë zjarrin i pa fe. Djali i ri, babain miliarder, nuk i gjente shpirti rahat Selman el Farisi, ishte nga Persia. S'kishte lidhje fare me besimin e drejtë. Thot një ditë nuk e durojsha do të besimin e zjarrit ta adhurojshim si Zot. Duke kaluar afër një kishe, thot u futa brenda, pash kristianët aty, ju lutshin Zotit, thash se shumë i sinqert, thash kjo fe është më e mirë se feja që kam unë bëhem kristian. Thot megjithëse babain e kisha shumë pash, i vetë çështja besimit kur doni madhi Zot me ndriçu. Megjithëse babain thot e kisha miliarder, unë thot do isha Zotin mbi të gjithë. Do isha me gjetë vërtetën dhe thot shkoj atje në kish, pastaj largohem nga vendi im dhe shkoj atje ka ajo kisha dhe jetoj atje me atë drejtuesin asaj kishe. Me thonë drejtën thot, ai Saneta ma atë nuk ishte i sinqert. Nuk e doja. Mbasi ai ndroi jetë, erdhi një person, thot një drejtues i kishës, s'kisha parë njëri më të mirë. E kishte me sinqeritet, ishte njëri i mirë, thot Selman el Farisi, dhe e doja shumë, ishte i ri akoma. Thot i vjen, afrohet e xheli, afrohet vdekja dhe kur ishte në shtratin e vdekjes i kërkova i diçka. Çfarë ishte ky drejtuesi i kësaj kishe? Ishin 4 shok. Në 4 kisha të ndryshme që ishin shumë sinqert. Shumë përkushtuar ke besimi ke i madhi Zot. Edhe ishin shok, dërgojshin njëri tjetrit letra, takon njëri tjetrin, si më thon jem 6 muaj, bisedojshin për sinqeritetin, për besimin, për të madhin Zot. Dhe thot kur po vdiste ky person shtrati, thash, ti tani po ikën, unë ku të shkoj? I thaj mos u mërzit se kam një shok në filon vend, shko dhe jeto me atë s'është njëri i devotshëm. Një nga 4 shokët. Shkoi ke i dyti, i sinqert si i pari, kur ju afrua atij e xheli, e çoi ke i treti kur erdhi e xheli, kështu i ka shku jeta ka tregu mos zgjatem, shkoi ke i katri. I katri thot ishte si 3 tjerët, i sinqert, i përkushtuar, modest, asket. Kur i vjen atij e xheli, thot mbeta dhe i thash, o njeri, më udhëzo, se ti po vdes e unë ku të shkoj. Kam nevojë dhe unë për njerëz të mirë, që të më udhëzojnë, që të ndrejtojnë. I thot ai, ne ishim 4 shok, tash unë jam i fundit që po vdes. Por tha ti ke një fat më bir. I thot ai. Thot kush është fati im? Fati dha është që neve nga librat e shenjtë kemi parë që është koha dha që do të vi Nebiullah, profeti i fundit i të madhit Zot si përfaqësin e tokës. Muhamedi alayhis salam. Do vi thot në një qytet ku ka bollëk të madh me hurma. Selman el Farisi si kishte i den profetit, si kishte i den për vendin tamam ja sqaroi, ai bëi fjalë për Medinën. E shndritshme. Tha o njeri i mirë para se jenë në xhelin e vdekjes, tha pash Zotin si ta njoh profetin. Tha do e njohësh nëpërmjet 3 shenjave. Nuk e han sadakan, po t'ja japsh, e pranon dhuratën dhe në mesin e shpatullave ti ka shenjën e pejgamberllokut, shenjën e profecisë. Tha kërkoje dhe bekohu nëpërmjet njoftjes atij.
Dhe thot nga aty kam shku në Medinë. Është bë punëtor dhe shërbetor i rëndomt me shpresën se po të takon Nebiullah, profetin e fundit, Zotit Gjustis Muhamedit alayhis salam. Thot s'kisha haber fare, profeti në fakt kishte dalë në Mekë, informacion s'kisha dëgju, thot fare që në Mekë ka dalë dikush ka thonë që jam profet. Isha thot pronari poshtë, unë isha si për pemën e hurmës duke i shërby, duke i mbledh hurmat, vjen një afër i tij dhe thot a more vesh, po na vjen një bela. Thot çfarë ka? Tha një profet që ka dalë në Mekë. Do vika në Medinë se Medina si ti kanë dhënë mbrojtje. Tha unë nga gjithë jeta e kisha shkrirë për këtë punë. Kisha babaj miliarder, isha bërë rob tani. Vetëm për këtë gjë, në pemë tha, bërtita si i çmendur, sa pronarin pa i kështu edhe i tha u çmendë gjë çpate. Unë zbrita thot, e kapa këtë person dhe i thash, ma thuj kur do vi. Ai shumë thot është nxjerrur pronari sa më goditi me shpull fort. Edhe e mblodha vetën tha. I tha i çke që bën si i shmendur, shlidhje ke ti, se dinte historinë e këtij. Shlidhje ke ti që bën si i shmendur kur ky më tregon mua që do vjen një profet këtu. Jo thjesht tha edhe e fsheha tha se e kuptova që ato nuk më kuptonin. I thash kur pritet, i tha ai këto ditë pritet që të vi. Vjen Muhamedi alayhis salam në Medinë. E shikon nga që i shërbete hurma, i merr leje atij pronari dhe ja çon një tas me hurma, profeti ishte me shokët e vet. Tha, ti ke ardhë nga Meka, i tha profeti, ishte i zgjot shumë. Tha, ti ke ardhë nga Meka, je lodh. Unë tha, i kam mbledh me merak një tas me hurma dhe ti jap, tha, sadakan nga shpirti për ty. Dhe e shikon të kështu, duke e provu. Profeti i mori dhe sadakan, thot ne profetët nuk e pranojmë sadakan. Kështu ka thonë gjithmonë. Siç ishte përshkruajtur në librat e shenjtë. Ka thonë Kurani i famlart. Ja arifunehu kema ja arifune ebnahum. Tha e njohin pasuesit e feve tjera Muhamedi alayhis salam se është përshkruajtur në librat e shenjtë siç i njohin bijtë e tyre. Edhe e mori thot sadakan, që ja dhash, dhe filloi t'ja japi një nga një shokëve të vet, dhe vetë e la nuk e hëngri. Unë tha u gëzova, ka bërë kështu, ka ikë dhe ka thonë një. Pasi sa ditë është thot që mos bisha në sy prap, pusha një tas me urma dhe shkova e gjeta duke bisedu me shokët e tij. I thash, o Muhammed, ndoshta lodhja s'të largu. Ndoshta lodhja s'të largu. Kam dëshirë nga shpirti. Po këtë radhë i tha, jo sadaka, dhurat nga shpirti se kam respekt për ty. Edhe, ja jep. Profeti alayhis salam, një ta morë të parën, bismillah, e hëngri vetë edhe ja shpërndau tjera të shokëve. Ky u gëzu shumë, që gjithë jetën që e kërkonte. Imagjino, kishte lënë shumë gjëra të saj bote për të gjetë besimin e vërtet. Iku i gëzuar dhe tha, 2. Mbasi far kohë thot, ishte një xhenaze dhe profeti kishte një robë pothuajse që mund të dukte shpina e tij. Thot shkova në atë xhenaze jo vetëm për atij që kishte ndruar jetë, por për të parë dhe i rinte mbrapa profetit duke vëzhguar me ja pa shenjën e profecisë. Që të gjithë shokët e vet e kanë dëshmuar që e ka pas midis 2 shpatullave të tij. Po profeti alayhis salam nuk ka pas në sipërfaqen e tokës njerëz më të mençur dhe më racional dhe më të zgjuar se sa pejgamberët e Allahut. Megjithëse xhenazja ishte dhe ai e drejtonte, e vuri re Selman el Farisin që rrinte mbrapa donte me vëzhguar diçka. Dhe mbasi mbaroi xhenazja, Selmani rrinte për të vëzhguar, tha afro. Edhe pa i fol fare, imagjino çmençuri, çvizion, ja hapi rrobën dhe ai e pa. Midis 2 shpatullat të profetit alayhis salam, shenja dhe vula e profecisë profetit fundit Allahut më nush. Thot Abdullah, thot Selman el Farisi, gjëja parë që kam bërë, thot ja kam puth thot e shenjë. Ja kam marrë duart dhe ja kam puth. Pastaj thot e kam përqafu sa profeti kishte mbet dhe mdilshin lotët thot rëke. Po profeti nuk e dinte historinë. Vetëm e pa që ai donte ta shikonte dhe ja tregoi. Po nuk e dinte, nuk e priti emocionin e madh. Që e puthi shenjën, ja puthi duart, pastaj e përqafonte si me emocion të madh. Profeti alayhis salam pasi e pa që u qetësu tha, çfarë të ndodhi? Tha, ja Rasulullah, tha i dërguar i Zotit, e kam shkrir jetën për këtë çast. Pse tha si është edhe ja tregoi historinë. Profeti alayhis salam u kënaq shumë.
S'ka pas njerin si përfaqen e tokës që ka vëzhgu më shumë, ka kriju teren më shumë, ka dash më shumë që argumentet e ekzistencës të të madhit Zot t'jenë prezente në tokë. Sa e dëgjoj këtë histori të bukur, i tha shokëve të vet, mbas xhenazës mblidhunin në xhami, e thiri aty Selman el Farisi, dhe i tha, tregoja këtë histori të mrekullueshme të gjithë njerëzve. Edhe Selmani nga zjarr butist, pastaj kristian, argumentet e sollën, edhe e bën musliman. Sepse neve nuk e mohojmë Musa. Neve e dum shumë se është profeti i madh. Ne nuk e mohojmë Isan apo Jezusin, ne e dum shumë se është pejgamberi i madh. Ne nuk e mohojmë Teuratin që i zbriti Musas, ai ishte origjinal libri i shenjtë i madhit Zot. Ne nuk e mohojmë Ungjillin origjinal që zbriti Isas, sa ishte libër i Kuranit të madhit Zot. Pra me drejt Zotit i besojmë të gjithë, se s'na lejohet neve me përça. Ato janë gjithë të Zotit gjithësisë. Ato janë pishtarët ndriçues kësaj bote. Ato janë orientuesit e shpirtrave dhe zemrave të njerëzimit, qoftë Musa, qoftë Isa Jezusi, qoftë Muhamedi alayhis salam. Atyre i erdhën librat e shenjtë, ato jetuan me të madhin Zot, ato ishin pejgamberët e mëdhenj të Tij, ato janë rrezatimi i çdo zemre të muslimanit dhe të muslimanes, ato janë yjet e shpirtrave të besimtarëve dhe të besimtarëve. Ne i besojmë ato të gjithë, dhe gjithë botën e ftojmë të besojë kështu. Pa devianca, pa mohur njërin dhe pa shtuar tjetrin, dhe pa graduar njërin dhe pa graduar tjetrin. Gjithë ishin të madhit Zot, pishtar ndriçues, librat e shenjtë i zbritën atyre. Kush i rrok ato në totalin e tyre, jeton fisnik në këtë botë dhe shkon në xhenetet e përjetshme në botën tjetër. Kjo është sqarimi. E inshallah i madhi Zot na bën ne për ty ramin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna asen el kerami oblagan nidham Kelamullahi l-Melik il-Aziz il-Allam. E falenderojmë pafund madhi Zoti i qofshin falati. E falenderojmë shumë që na udhëzoi në këtë Islam të bukur dhe të pastër. Zoti i gjithësisë na i fal gjitha gjinave të jetës. I madhi Zot na boft nga muslimanët e devotshëm dhe muslimanet e devotshme. I falt, i mëshiroft, i lartësoft, i fisnikëroft baballarët edhe nënat tona. Me mëshirën e Tij të pakufishme në xhennet i dërgoft ato që kanë ndruar jetë nga të afërmit tonë. Zoti na mundsoft dhesim musliman të mirë dhe na dhon xhennetet e përjetshme e na ruajt nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah.